Për këta arsye nuk ka kuptim ti thush vetes musliman dhe thush la ilaha illallah dhe shkosh nesër të bësh kurban tek tyrbet, tek teqet, tek vdekurit, tek objektet e kultit, qofshin islamike apo jo islamike, qofshin të muslimanëve apo të tjerëve. E nëse e bën, pa vetën qaf. Jo po njerëzit shu e kanë bërë, kështu e kanë thënë, nuk është kjo pjesa ime që e zgjidhun dot. Puna është Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na sillni një argument dhe ne dorëzohemi, të rriqemi. Po ku ta gjejnë argumentin? Mund gjeshti në islam argument që lejohet me i bo shok Zotit? S'mund të gjesh se për ndryshe bie islami, për ndryshe bie fjala la ilaha illallah, s'ka më vlerë. Për këtë arsye tha, faqad iftara ithman azima. Ka bërë shpifjen më të madhe që mund të ekzistojë.